Kuvendi komunal I Ferizajt mbajti seancën e radhës në të cilën u diskutuan propozim vendimet për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër dhe afatgjatë të disa pronave komunale dhe ndërrim destinimi nga toka bujqësore në tokë ndërtimore. Në këtë seancë ishte paraparq të diskutohej edhe për dhënien në shfrytëzim të pronës komunale për 90 vjet tek Eurogoma, mirëpo kryetari I komunës së Ferizajt Muharrem Sfarqa propozoi që kjo pikë të hiqet nga rendititës me arsyetimin se është bërë një gabim teknik. Propozimin e Sfarqës e përkrahën të gjithë asamblejistët. Kjo pikë e rendititës të hiqet nga rendititës për shkak të gabimeve teknike që janë dhënë për një pjesë përgjegjësisë cilën unë pranoj për shkak se kemi pas të bëjmë me një pronë parcel që ka qenë shfrytzuar nga posta në një kohë kështu me qira dhe e cila është menduar që t'jepet në shfrytëzim afatgjat, por që nuk ka të bëjë me parcelën që është propozu si tërësi, për shkak se edhe me planin zhvillimor, po edhe me orientimet tona strategjike për zhvillimin e qytetit, ne kemi parapat që prona e ashtu quajtur te Eurogoma t'i takoj kompleksit të objekteve arsimore. Dhe ne aty do të ndërtojmë edhe në bazë të buxhetit, po edhe në bazë të planit zhvillimor, si dhe planeve rregulluese tashme të cilat do të inkorporohen edhe në hartën zonale, do të ndërtohet shkollë për nevoja të banorëve të qytetit. Edhe me asnjë çmim nuk do të ishte mirë që t'i lëshojmë këto gabime. Por ashtu më takon mua e marr me përgjegjësi edhe me falin tim, kështu edhe kërkoj falje për këtë. Për shkak se gjithçka që ka filluar për atë pronë është bërë me motivacion që të jetë të kufizuar vetëm në atë pronën e vogël që ka qenë në menaxhimin e postës. Kuvendi Ferizajt diskutoi propozim vendimin për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër të pronës komunale në Koshare, mirëpo përkundër diskutimeve për dhe kundër, kjo pikë e rendit të ditës nuk arriti të marrë votat e mjaftueshme të asamblejistëve. Nëse e vrem, është bërë vetëm një pjesë pranë një shtëpie, ndërsa pjesa tjetër, hapësira tjetër e kësaj parcele, domethënë ku mbetet ajo? Për çfarë qëllime? Me çfarë drejtë kena na për dojmë vesh një pjesë, para vetëm një shtëpie, për sankcionujmë qatë shtëpi, qatë familje, për jo për me qira, ndërkohë që kjo pjesa tjetër, që është po ashtu, para shtëpive ose pronave të njerëzve tjerë privat, familjeve tjera private, dhe ato qysh. Japja folëm gjithve, japja fshesëm kreve, pja opëm kreve me qira. Ande që banorët të këtij fshati, kam taku dhe ata janë kundër kësaj dhënies së parcele në fshatin e tyre. Nga se aty është një qëllimin që shtojnë banorët aty është vetëm ta zgjerë burrin, interesa personale, nuk është as me zhvillim as me asgjë. Dhe tipet një prona publike për çështje në për fshatra aty nuk është zonë industriale, bëhet biznes. Po aty ka shumë ankesa të banorëve që në kundër kësajna, edhe nëse ne votojmë hapun këtojnë kundërshtimet të banorëve që janë kundër kësaj dhënies kësaj prune. Prandaj propozimi që ka ardhur tani nga drejtori dhe nga komuna në përgjithësi, unë mendoj se më mirë të ipen pronat e këtilla në këtë formë, po të jenë të kontrolluara se sa të jenë të uzurpuara. Sikur se kemi në shumë vende në përfshata që janë të uzurpuara, nuk janë të kontrolluara fare, kështu që më mirë të ipen në këtë formë, të kontrollohen edhe të përfiton diçka dhe kuvendi komunal. Ndërsa nënkryetari I komunës së Ferizajt Xhavid Zariqi tha se kuvendi nuk duhet ta kundërshtojë dhënien në shfrytëzim të kësaj prone komunale, nga se ajo po kërkohet për qëllime biznesore. Ligji e ka përcaktuar që të ndjekën procedura dhe ne duhet të ndjekim. Dhe paragjykimet se do të lindin konflikte, do të krijohen konflikte në fshat jetohet kështu edhe në qytet pak më ndryshe, si në fshat si në qytet është një mentalitet, po askush, si të populli nuk është pinj, me shku me kërku parcel para pronës edhe shtëpisë diku. Se s'është tranu, mua më ma falë, se s'shkoj me morë, po asnjë për juve. Personi në fjallë ka që dhe me bon një mini biznes familjar.
dhe ka po kërkesë. Dhe bëhet fjalë që në shumicën e vendeve dhe në shumicën e fshatrave, po edhe në qytet, njerëzit e keq përdorin pronën komunale. Dhe në këtë rast, ne vend që me falenderu personin që po kërkon spaku me shfrytzu zyrtarisht dhe me bëni pagesë mbrana rregullave që të përcaktuar dhe shumës që është e përcaktuar, ne thëmë jo, pse klimi edhe me pore, ne ta morë këtë ata që janë të shfrytzu pa pore. Edhe nuk është uzurpim, por dhënje e tokës me qira. Në mbledhjen e sotme të kuvendit kaluan vetëm 2 propozim vendimi për ndërrimin e destinacionit nga tokë bujqësore në atë ndërtimore. Në seancën e sotme edhe njëherë u kërkua që të merret me seriozitet arsyeshmëria e materialet që sillet në kuvend, po gjatë kësaj mbledhje betimin e dha Gjevdet Haxhidema, i cili do të zëvendësojë Nuhiba Fthyun nga radhët e PDK-s.